Një mbrëmje e veçantë artistike me mjaft emocione u mbajt për publikun dursak në teatrin Aleksandër Mojsiu. Pranvera filloi me ardh, titulloi koncerti që u zhvillua për herë të parë për këtë sezon në skenën e teatrit ton, me një program të larmishëm nga Orkestra Frymore e Durrës e përbërë prej 27 artistësh. Në mbrëmjen e sotme kemi përgatitur një program të përbërë nga numra të zgjedhur nga krijimtaria e autorëve shqiptar dhe të huaj, janë numra solistik për këngëtare, po ashtu edhe për të transkriptuara për orkestër frymore. Ky koncert ka të veçantë që në mes të tij është planifikuar një dokumentar mbi historikun e bandës, për cilën të gjithë ne anëtarët e kësaj orkestre frymore jemi krenar dhe do të jemi gjithmonë të gatshëm, shpreh besoj këtu edhe mendimin e kolegëve të tjerë, për çuar gjithmonë më lart emrin e orkestrës së frymore të qytetit të Durrësit. Për artistën shumë të dashur dursake Olta Juba, ishte një kënaqësi e veçantë të këndonte në këtë skenë që ajo konsideron si shtëpinë e saj të dytë, me 2 këngë me të cilat është shpallur solistja më e mirë. Jam e lumtur 2 herë për shkak se repertori që sjell sonte është një njëjtë repertor me cilin orkestra fitoi 2 çmime në festivalin e bandave të gjithë Shqipërisë në Shkodër, ku me të dyja pjesët do të performoj sonte, pata fatin edhe të marr çmimin si solistja më e mirë e vitit. Për mua është gjithmonë kënaqësi të këndoj në këtë skenë që tashmë është shtëpia jonë e gjithë artistëve dursak, edhe shpresoj që joni një mbrëmje të këndshme. Nën prezantimin Adelina Gjojdeshit, koncerti e emocionoi të pranishmit me pjesë të zgjedhura nga repertori vokalo-simfonik i autorëve të huaj, por edhe atyre shqiptar.